Jo, nuk ka në një arsye diçka filozofike pse ka mungu. Unë punoj për Kosovën e me Kosovën prej shumë vite, kështu që jam angazhuar në politikë, konkretisht intensivisht. Normalisht që si më thonë sa që është pak koha provime dhe më desh me u kthy me i përmbyll disa gjana, po gjana normale, kështu që po absolutisht. Nuk ka diçka. Jam pjesë e grupit është shumë kompakt, edhe po tash si me Omar me thonë, unë nuk jam mësuar me punu, kështu që më desh një moment që më u kthy me po diçka konkrete. Nezir Kraki, deputeti nga Guxha, që ka qëndruar gjatë gjithë kohës afër bashkëdhënësit të partisë së tij, Guxha, Faton Pecit, për të treguar prezencën e tij dhe për të treguar që mungesa në seancën e kaluar nuk ishte e qëllimshme, ka qenë krejtësisht teknike, me që është dashur të shkojnë në Paris. Realisht munguan 3 deputet në seancën e kaluar. Mungoj vetëm Berisha, mungoj Nenad Rashić dhe në fakt mungoj vetëm Berisha, Nezir Kraku dhe deputeti Ramadani nga Felizaj që u vënua, pra mungesa teknike këto si rezultati kësaj.